refleksionet e para në letër, apo jo? Mbaj mend që poezinë e parë kam botuar në Drapet e Çehamit, ku kam qenë klasë 7. Ka qenë një poezi për ushtarët. Ushtarët atëherë ishin vënë, ishin heronjtë tanë, se ishin çuna. Ashtu siç kërkoheshin tematikat e asaj kohe. Po jo, fatikisht ata dinin me fjalë kalonin, vraponin, ishin çuna të rinj të bukur, të gjatë kështu. Dhe ne na dukeshin ishin shembull për të marrë. Shembull për të marrë. Kishin një rregull, kishin një vijë simetrike, si thua. Kishin një disiplinë që neve na pëlqente. Gjithashtu në këto krimet e mia të para poetike ka qenë një libër që unë kam pasur shumë të dashur në shtëpi, që nuk kishe kopertinë, nuk ishte as faqen e parë, as faqen e punës, unë nuk e dija se kush ishte. Si libër ishte. Pa ishte një libër. Si u kishte rënë në dorë libër apo ishte në bibliotekën tuaj? Ai ishte një libër që mbase ka qenë nga librat e pak që ka qenë në shtëpinë tonë. E kishin motrat e mia. Ishte një libër me ballada, me legjenda, me poezi të bukura gjysmë popullore, poezi dashurie. Unë atë libër thuaj se mësua përmendesh sikur kam qenë në fillore. E dia përmendesh gjithë librin.